Qytetarët e Vlorës kanë mirëpritur rikthimin e ish-deputetit të qarkut të Vlorës, Damian Gjiknuri, i cili është pjesë e listës së hapur si kandidat për deputet për Partinë Socialiste në qarkun Vlorë. Për qytetarët, Gjiknuri nuk ishte ku të ishte vendosur tjetër vetëm në Vlorë. Duke i quajtur si një djalë të Vlorës, ata e vlerësojnë dhe si një kontributor të vyer për qytetin e Vlorës. Për Gjiknurin, qytetarët thonë se është iniciator i shumë projekteve dhe zhvillimit që ka marrë qyteti vitet e fundit, teksa japin merit edhe në skenën politike. Një ndër deputetët më të votuar në Vlorë në zgjedhjet e mëparshme parlamentare. Për qytetarët, Damian Gjiknuri mbetet një ndër emrat me vlerë në Partinë Socialiste. Ata shprehen të bindur se edhe këtë sfidë të radhës politike ai do ta kalojë me sukses. Të bindur tek fitoria e tij, ata thonë se do të jetë me patjetër një ndër emrat fitues si deputet. Sepse është një njerëz që ka dhënë rezultat për gjithë jetën e tij në Partinë Socialiste. Edhe është më i ndershëm. Pavarësisht se çfarë i tha pak Saliu, jo ajo, po kjo pa ai do thotë se ndaj është kundërshtar për ta kundërshtuar politikën e Gjiknurit. Po Gjiknuri është. A duhet në Vlorë? Po, bile ka bërë për Vlorën ai. Po ç'po duhet mua, mund ka ditë nëntë atë unë çaj hallin atje pse zganitojnë lushki ai. Për mua është më mirë që ka ardhur në Vlorë. Po. E shoh. Do që të fitoj Vlora. Se Vlora është bërë gur. Po, ne kemi besim tek ai të gjithë. Mirë është, do bëj detyrën që ka ngarkuar partia. Ai ka dhënë provat që ka ecur mirë edhe herën e kaluar edhe pozitive është. Shumë mirë. Le të vi se këtu e ka origjinë në Vlorë dhe tek e fundit. Punoj për vota. Tek e fundit është generator i cili do të grumbulloj maksimumin e votave për Partinë Socialiste. Mendon se do ta përmbushë edhe këtë sfidë politike? Kjo është pyetja e dytë që më bën. Po, sigurisht. Që do ta përmbushë edhe këtë sfidë politike tjetër? Do të përmbush se s'bën, sepse është në listën e hapur dhe në listën e hapur ai grumbullon në shumë vota ai dhe do futet në parlament. Përveç atyre që janë në listë mbyllur. Po juve personalisht një qendrim kam si zotëri. Të njëjtën qendrim kemi, ne jemi. Mendon se do t'i garantoj vota Partisë Socialiste? Patjetër. Edhe kur të votoj unë shumë veta që i njoh ja për shembull këtë. Kushini një. 6 plus Vlora. Jo, shumë. Kushini? 6 plus Vlora. 6 plus një, po. Ta përfundosh mendimin e Dhe do të mbledh shumë vota bile edhe për Tiranën. Këta deputetet e vjetër dhe këta do të grumbullojnë shumë vota sepse janë persona që i njeh komuniteti, e kupton? Ka dhe këta të rinj që njeh dhe ashtu po. Rikthehem me shumë kënaqësi në familjen socialiste të qarkut Vlorë, ku me punën e palodhur dhe angazhimin e përbashkët shënuam rezultatet më spektakolare, me fitoret e njëpasnjëshme dhe me përqindje votash rekord në 3 procese zgjedhore, në 2017, 2019 dhe 2021. Fjalët e para të ish-deputetit të Vlorës pas zyrtarizimit në listën e kandidatëve për deputet.